2025 për Federatën e Gjimnastikës së Kosovës ishte vit me plot punë dhe rezultate të rëndësishme në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Gjithçka filloi në muajin janar me mbajtjen e Kuvendit të Punës dhe Kuvendit Zgjedhor të FGK-s, ku zgjodhen organet e reja drejtuese të federatës në krye me kryetarin Shkumbin Maqastena. Gara e parë e vitit është mbajtur në mars, e organizuar nga selektorët Abeliana Bregu dhe Dorontin Ibrahimi për përzgjedhjen e gjimnastëve të reja për garat ndërkombëtare. Po gjatë muajit mars, FGK organizoi edhe Gjimnastradën e Kosovës 2025, një ngjarje masive me 186 pjesëmarrës nga klubet e Kosovës. Në muajin prill, ekipi kombëtar i Kosovës në përbërje prej 9 gjimnastësh dhe 4 trajnerësh morën pjesë në kampin stërvitor një javor në Osijek të Kroacisë. Kampi shërbeu për përgatitje intensive në mbikëqyrjen e trajnerëve të Kosovës. Gjatë këtij muaji, presidenti i Federatës Ballkanike dhe i Federatës Turke të Gjimnastikës zoti Suat Çelen vizitoi Federatën e Gjimnastikës së Kosovës dhe Komitetin Olimpik të Kosovës. Gjatë takimit zyrtar, presidenti Çelen dhe kryetari Maqastena u dakorduan për një bashkëpunim më të madh mes dy federatave. FGK organizoi edhe stërvitjet seleksionuese për përzgjedhjen e ekipit të dytë që do të përfaqësonte Kosovën në garën ndërkombëtare Conf Sport Italia. Muaji maj u karakterizua edhe me një garë tjetër vendore dhe 2 gara ndërkombëtare. Në garën e nivelit C morën pjesë gjithsej 180 garues. Në fund të muajit, më 31 maj, ekipi i dytë i FGK-s mori pjesë në turneun ndërkombëtar Conf Sport Italia në Itali, nga ku u kthye me 2 medalje. Po atë ditë, një ekip tjetër i FGK-s mori pjesë edhe në kampionatin e gjimnastikës artistike për femra në Macedoninë e Veriut. Gjatë muajit maj, Federata e Gjimnastikës së Kosovës kishte për vizitë zyrtare dhe presidentin e Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës FIG, zotin Morinari Watanabe. Në qershor 2025, ekipi i Kosovës mori pjesë në garën zyrtare të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës Shalamunov Memorial në Sloveni, me gjimnaste të gjitha grup moshave. Për herë të parë, gjimnastët e Kosovës fituan medalje në një garë të këtij niveli, një medalje të vendit të parë në parter, si dhe 2 medalje të vendit të tretë në 4 garash dhe kapërcime. Gjatë muajit qershor, FGK mori pjesë edhe në takimin zyrtar të Federatës Ballkanike të Gjimnastikës të mbajtur në Turqi. Muaji qershor u mbyll me garën vendore të nivelit B, ku morën pjesë 95 gjimnastë nga klubet e Kosovës si dhe mysafirë nga Shqipëria. Në muajin korrik, ekipi i FGK-s me 3 trajnerë dhe 3 gjimnastë mori pjesë në kampin evropian të gjimnastikës artistike për femra të organizuar nga Gjimnastika Evropiane në Finland. Kampi zgjati 10 ditë dhe u zhvillua në udhëheqjen e ekspertëve evropian të gjimnastikës. Aktivitetet e korrikut vazhdojnë me festivalin olimpik për të rinj, ku Sara Plana, Rea Berisha dhe Bora Hoti në udhëheqjen e selektorëve Abeliana Bregu dhe Dorontin Ibrahimi përfaqësuan Kosovën në Osijek të Kroacisë. Në korrik, FGK ishte pjesëmarrëse me anëtarët e saj në kursin për administrator sportiv të organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Gjithashtu, anëtarët e FGK-s ishin pjesëmarrës edhe në trajnimin për trener, në të cilin Lisa Zeqiri është diplomuar edhe në ASMC 6, ku 2 anëtare, Abeliana Bregu dhe Sherife Qerimi, gjithashtu e përfunduan me sukses. Në muajin shtator, Fiona Kongjeli u certifikua si gjyqtarja e parë ndërkombëtare e Kosovës në gjimnastikën ritmike. Në tetor 2025, për herë të parë, ekipi i Kosovës mori pjesë në kampionatin mesdhetar të gjimnastikës artistike. 3 gjimnaste juniore të Kosovës garuan në kampionatin e mbajtur në Turqi, duke siguruar finale në parter, tra dhe kapërcime me rezultatin më të mirë, vendi i 5 në 3 disiplina. Në muajin tetor, FGK në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovës pranoi një donacion të rëndësishëm me pajisje gjimnastikore nga organizata holandeze Sports for Children. Pajisjet u shpërndan në klubet anëtare të FGK-s me qëllim të përmirësimit të kushteve të stërvitjes. Në muajin nëntor, FGK shënoi rezultatin më të madh në historinë e gjimnastikës kosovare. Në kampionatin e 4 ballkanik të gjimnastikës artistike të mbajtur në Zar të Kroacisë, Kosova u kualifikua për herë të parë në finalen e 2 vegla, parter dhe tra. Sara Plana fitoi medaljen e bronzë në tra, duke bërë medalistja e parë ballkanike në historinë e gjimnastikës kosovare. Po gjatë nëntorit, FGK dërgoi ekipin e dytë në turneun ndërkombëtar Horizon Cup 2025 në Greqi. Aktivitetet vendore vazhduan me seminarin 2 ditor për trajner, ku dita e parë ishte fokusuar në temat e gjimnastikës, ndërsa dita e dytë përfshinte trajnimin dhe testimin e ndihmës së parë.
FZK mori pjesë gjithashtu edhe në kongresin e 31 evropian të gjimnastikës që u mbajt në Prag të Çekisë. Ngjarje e veçantë për Federatën e Gjimnastikës së Kosovës gjatë vitit 2025 është edhe fillimi i ndërtimit të palestrës së gjimnastikës në Fushë Kosovë. Kjo është bërë mundur në bashkëpunim mes Federatës së Gjimnastikës së Kosovës, Ministrisë për Kulturën e Sport, Komunës së Fushë Kosovës dhe Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës. Në muajin dhjetor u mbajt aktiviteti më i rëndësishëm vendor i vitit, Kampionati i Kosovës 2025. Në ambientet e Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit në Prishtinë, organizua Kampionati i Kosovës në gjimnastikë artistike për femra dhe meshkuj, me pjesëmarrjen e gjimnastëve më të mira, vendore dhe me nivel të lartë performancash. Gjatë gjithë vitit 2025, klubet anëtare të FZK-s vazhduan stërvitjet intenzive dhe morën pjesë në kampe dhe turne ndërkombëtare të shumta, duke fituar 10 medalje në turne të vendeve të ndryshme në mbar Evropën.